Është çelur një ekspozit fotografike në ndërim të 100 vjetorit të poetit të shquar grek Odisej Eliti. Në këtë ekspozit u prezantuan foto nga jeta dhe veprimtaria artistike e nobelistit Eliti, si dhe momente kyçe në jetën e tij, siç është edhe marrja e çmimit Nobel për letërsi në vitin 1979. Organizatori i ekspozitës, Yorgos Yakoumi, tha se Eliti është një vlerë shquare e Greqisë. Ο Ελίτης για μας είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Τώρα που τα άλλα κεφάλαια. Poeti i famshëm Eliti, për ne grekët është një kapital kombëtar, edhe pse kapitalet e tjera kanë rënë, vlera e Elitit mbetet kapitali pazëvendësueshëm, gjithmonë frydhënës dhe ne shfrytëzojmë me aq mundësi sa kemi. Në këtë ekspozitë fotografike jemi munduar të përmbledhim jetën dhe veprimtarinë e tij artistike. Këtu ka çaste kulmore të karrierës së tij, siç është edhe fotoja e marrjes së çmimit Nobel, si dhe disa kolazhe poetike të pikturuara nga dora e tij. Një vend të veçantë në prezantimin e figurës së poetit të shquar zënë edhe disa piktura në formë kolazhe, të krijuara nga dora e tij në teknikën akuarel, si dhe vepra të melodizuara. Këto punime janë ekspozuar për herë të parë në vitin 1936 në ekspozitën ndërkombëtare të surrealizmit në Athinë.